Si shoqëri që kemi dalë pas luftës, nuk kemi qenë ashta shumë të gatshëm për tranzicionin që ka ndodhur. Në aspektin e biznesit sidomos. Kemi pa markete, kemi pa pompa, kanë dhënë njerëz kontribut, kanë hap biznese. Te puna e ndërtimit kanë i krijuar perceptimi që pa i pas 1 milion ja 2 milion euro nuk mundesh me fillu një objekt. Se jemi nis sicili prej vetit, nëse dojna me marru një shtëpi që duhet mi pas 20.000, 30.000, 50.000 euro për me fillu një shtëpi. Mirë po, tu e pas parasysh kërkesën që ka qenë jashtëzakonisht e madhe e njerëzve për me ble banesa, kjo na ka lehtësuar punën shumë, se në një objekt e kemi filluar edhe nashta me zero, mirë po në mirë besim kemi funksionuar që është marrë leja, janë bërë shitjet e banesave edhe pa u përfunduar objekti. Kështu që unë menoj të shumica bizneseve të ndërtimit objektet kryen me vetë investim. Domethënë ban kontrat nga blerësi. Realisht na jem rreth i vogël, secili e njohim njëri tjetrin, është autoriteti i familjes, autoriteti i punës, vjen njëri e bën një kontratë thjesht, i bën pagesën në bank, thot kur të vije bëj edhe kontratën te noteri dhe vazhdojmë tutje, domethënë që neve na ka lehtësuar shumë. Po kjo që e përmene na ka godit shumë, sidomos 3 vite, 4 vitet e fundit, me dal kryeministri me thonë mafia ndërtimit, shpërlarja e parave po merret shumë e besueshme. Ndërkohë që ai është kryeministër dhe mundet me ndërmarrë veprime me institucionet që i ka. Dhe kushdo që shpërlan parë me çu bërg, se shpërlamja e parave është njëra prej veprave më të rënda. Tatimore janë institucionet e caktuara që mundin më të kontrollu. Po pra. Edhe kjo na ka godit shumë edhe është kriju mandej një opinion, sidomos te diaspora, është kriju opinion jashtëzakonisht i madh. Domethënë unë vetë ka ndikuar negativisht. Shumë negativisht. Edhe ku du me përmend një rast që më ka ndodhur, në moment që e kom shpall kandidaturën, që e kom postu në Facebook edhe rrjetet lokale, Suarika News e to, janë paraqit 2 blerës me shkput kontratën. Na nuk e financojmë partinë e krimit, ato ju jeni kriminela hajna, na në Suarik jemi rreth i vogël e njohim njëri tjetrin.